Për ju. Zëllida Joni Keta, çfarë ju thot ky emër në krye të BKH-s? Joni Keta është një produkt i një operacioni amerikan për të ndërtuar SPAK-un në të gjitha institucionet e saj dhe kuptohet një vjushmëri e kësaj strukture në dorën e tyre. Zoti Keta ka qenë personi i cili merret me operacionet e BKH-s sepse nëndritori i BKH si çdo nëndritor tjetër ka funksione operacionale dhe me këtë zotëri ka punuar Dumani dhe kraja gjatë 5 vjeçarit të mëparshëm. Tani është dhe një detyrë më lartë, është vlerësuar edhe në takimin e fundit që pati zyrtari i Departamentit të Shtetit në SPAK, por edhe ministri i jashtëm gjerman. Dumani ka prezantuar me zotin Keta dhe të tjerë si një nga pretendentët kryesor të kësaj strukture që do të ndihmojë edhe për 5 vitet e tjera në këtë drejtim. Sigurisht është një person i cili e njeh strukturën shumë mirë, e di pikat e dobta dhe pikat e forta të institucionit dhe mendoj që duhet të ketë një impuls më madhor në hetimin. Nuk ndryshon shumë sepse Keta apo drejtori i BKH-s ka një rol administrativ dhe ndihmës me prokurorët e SPAK-ut. Hetimet i bën prokurori dhe grupi i prokurorëve për çështje, ata zbatojnë detyrat që jep prokurori për mbledhjen e provave. Sigurisht aty aftësia profesionale dhe skillset që kanë oficerët e BKH-s për të gjetur rrethana apo prova të reja është një gjë shumë e mirë dhe mendoj që për te anës administrative që bën drejtori i BKH-s do të orientojë punën për eficiencën, duke thënë këtë se janë vetëm 60 punojës të BKH-s, OPG e famshëm, që bën punën ndihmëse për qindra apo mijëra dosje që ka SPAK-u në hetim çdo ditë dhe pra, për krimet e ndryshme. Pra ju thoni që me Joni Ketën drejtësia sërish është në dorë të amerikanëve? Pikërisht këtë doja të thoja, po i rash çik gjatë, po për të thënë këtë që po thoni ju.